E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Ku shpifon për mua diçka me qëllim, le ti përgatitën vetes së tij një koltuk apo një karike për zjarrit të xhehenemit. Në qoftë se rrena për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka kaq e madhe dhe e rrezikshme, më tregoni ju njerëz për ata që rrejnë për Allahun dhe madhërinë e tij subhane. Fa ma dhannu alladhina kadhabu ala Allahi yawm al-qiyamah. Çka mendojnë ata të si shpifin për Allahun se si do të jetë gjendja e tyre ditën e Kiametit? Thot Allahu xhalla wala: "Wa yawma yu'raduna ala rabbihim." Atë ditë ata do të shfaqen para Allahut. Do të shfaqen të zhveshur si ditën kur i kalin nëna. Ku jenë pëlqimet dhe lajkat e tyre? Ku jenë frensat dhe followersat e tyre? Ku jenë numri i ndjekësve të tyre? Ku jenë dinari dhe dirhemi i tyre? Do të qëndrojnë para Allahu te bareke ve teala, e përreth tyre do të jenë dëshmitarët e Zotit xhallahu ala që do thonë: "Haula alladhina kadhabu ala rabbihim." Këto janë ata që rrejtën për Allahun azza wa jall, këto janë shpifësit për Allahun subhane. Dhe kështu o ju vëllezërit e mi, gjithë banorët e mahsherit, nga Ademi dhe deri tek i fundit, do ta dëgjojnë fjalën e melekëve të Allahut dhe të gjithë së bashku do të thonë: "Aha, këto janë ata që rrejtën për Allahun azza wa jall." Ku janë ndjekësit dhe frensat e tyre? Ku jenë dinari dhe dirhemi i tyre? Haulai alladhina kadhabu ala rabbihim. Këto jenë ata që rrejtën dhe mashtron për Allahun xhelle xhelalu. Le të kem frikën Allahu subhane. Ata që marrin të drejtën me gishtat e tyre të shkruajnë në emër të Allahut dhe Islamit. Le të kem frikën Allahun. Ata që marrin të drejtën me gjuhët dhe llapat e tyre u thafshin gjuhët e tyre që të shkruajnë në emër të Allahut dhe nuk kanë dije dhe njohuri për Allahun.